Pak minuta pas mesnatës së të premtes në aksin rrugor stacioni treni Ture e Dajlanit, janë plagosur me armë Kalashnikov 2 persona babe birë. Të lënduarit janë shtetësi Albert Qafo 48 vjeç, si dhe djali i tij Ramo Qafo 19 vjeç, banor të lagjës 14 Durrës. Ata ishin duke udhëtuar me një makinë në drejtim të banesës së tyre në Shkozet, teksa një tjetër automjet ka qenë duke i ndjekur gjatë gjithë kohës dhe më pas kanë qelluar në drejtim të tyre. Djali dhe jati janë dërguar në spitalin e Durrësit dhe sipas policisë janë jashtë rrezikut për jetën. 48 vjeçari u plagos në dorë ndërsa i biri ka marrë 2 plumba në trup. Burime zyrtare nga policia e Durrësit bëjnë me dije se Albert Qafo ra prej atentatit, pasi ai njihej edhe më parë si person me precedent penal. Madje 48 vjeçari është i dënuar nga gjykata dhe ishte duke vuajtur dënimin për trafik lëndësh narkotike në burgun e Peqinit, por autoritetet e burgut i kishin dhënë atij leje për disa ditë. Ende nuk ka asnjë të dhënë lidhur me autorët e plagosjes, por pista ku pohetohet është hakmarrja për shkak të kaluarës së Qafos. Megjithatë, mbetet për të verifikuar nëse praktika që ka ndjekur burgu i Peqinit për t'i dhënë leje 48 vjeçarit ka qenë në përputhje me ligjin dhe rregullat e përcaktuara.